Unë jam Dorian Lala, artisti teknikës tafting. Tematika që kam zgjedhur është përgjithsisht tematikë kombëtare. Përgjithsisht janë valltar me veshje të ndryshme në lëvizje dinamike duke kërcyer. Kjo këtu për shembull quhet Shtoj Zavallit. Janë 3 vajza të veshura me xhublet në një natyrë vjeshtake duke kërcyer lodruar me njëra tjetrën. Në 90% të rasteve ideja fillestare është e imja, ka një vallë e caktuar, valli e shotës. Valli e Napoleonit, valli e Osman Takës. Unë kam blerë disa libra me veshje të ndryshme të trevave kombëtare që kanë bëjnë me etnografinë, me sjelljet kulturore, me zakonet, me traditat që shqiptarët kanë në treva të ndryshme. Tu është një dizajn valltari me veshje të trevave të veriut. Po, e pëlqejnë shumë, përgjithsisht të diasporës, se ndoshta kanë dhe një mall më të madh për vendin e lindjes. Punimi mund të bëhet totalisht edhe duke punuar me pistoletën, siç po bëja pak më përpara. Por unë preferoj që në momenti që bëj një ngjyrë të caktuar, i bëj dhe qethjen që ngjyra nga ngjyra të ndahet. Duhet patur kujdes që cepi i makinës qethëse të mos presi copën. Në momenti që pritet copa, mission failed. Dhe pasi ka mbaruar i gjithë punimi, vendoset një ngjitës nga pas në mënyrë që fijet mos dalin nga tabloja, nga copa. Dhe pastaj është faza përfundimtare ku zgjat pak më shumë se gjitha këto fazat e tjera, që është procesi i qethjes edhe i skulpturimit me gërshar. Gjatë procesit të qethjes ose të prerje qethjes, unë fillimisht përdor këtë makineri që ka një mbajtëse për rrafshimin e gjithë sfondit. Me këtë bëj skulpturimin gjatë gjithë kohës, për shembull të gishtave, të elementeve të tjerë të veshjes. Kjo është një pajisje për të pastruar qimet e kafshëve nga trupi dhe të njëjtin funksion ka edhe në këtë rast. Pra pastrojmë pushin që është i tepërt. Kjo është një kaçavit normale në të cilën unë bëj ndarjen e fijeve, sepse fijet gjatë kohës që ke punuar ndërthuren me njëra tjetrën. Në këtë profesion durimi është kryesori. Kjo teknik ka ardhur në momentin e pandemisë ku gjithë u mbyllën brenda. Më pëlqeu shumë, ishte dinamike, performative. Veprat e mia unë kam zgjedhur t'i vendos në kornizë druri për t'u varur në mur, për arsye sepse kanë tematikë kombëtare dhe janë figura duke vallëzuar ose figura të rëndësishme kombëtare.